Në rast të ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a i vinë në ndihmë Iranit, milicit, grupet militare, ato që njihen si proxy, Houthit në Yemen, Hamas, Hezbollah, apo për momentin janë të gjunjëzuara nga Izraeli? Unë besoj që Hamasi është i angazhuar në territorin e tij, në Gaza. Vazhdon operacionet brenda mundësive që ka. Kuptohet, po përpiqet që të mos e provokojë më tepër Izraelin, pasi Izraeli nuk ka asnjë lloj kufiri. Vazhdon shkeljet gjithë rregullat ndërkombëtare, flasim për Gazën. Houthi, ju e dini që Amerika u tërhoq sepse e kishte të pamundur për t'i ndaluar. Pra bën një marrëveshje e cila nuk u deklarua, por ishte një marrëveshje të cilën presidenti Trump e deklaroi që kemi bërë një deal dhe nuk për sa kohë që nuk na sulmojnë ne nuk do t'i sulmojmë. Imagjinoje kur nuk patën mundësi për të bllokuar Houthin, se çfarë fuqie të madhe ka angazhimi i forcave detare apo i ushtrisë së Iranit dhe i forcës konvencionale. Që të thotë, shpresojmë dhe urojmë që të mos ketë një përplasje të këtij niveli. Megjithatë, Hezbollah i ka kapacitetet në nivelin 70-80%, pavarësisht se është krejtësisht e pamundur dhe nuk do ta provokoj Izraelin, sepse në rast se provokon Izraelin me një pjesë, ju e dini që një pjesë e madhe e arsenalit i shkatruar, zinxhiri komandim kontrollit pothuajse krejtësisht është asgjësuar, por këto veprojnë në mënyrë të decentralizuar, sa po largohet një vjen një tjetër më ekstrem se sa tjetri. Kështu që në këtë kontekst grupet militante, terroriste dhe vendet të cilat janë agresive nuk kanë problem për të zëvendësuar nivelet e asaj që njihet si chain of command. Dhe Hezbollah po përpiqet që pasi është në presion nga presidenti, nga kryeministri për të zbatuar atë marrëveshje. Dhe e ka të qartë që në rast se do përfshihet, Izraeli do të vazhdoj të bombardoj spitalet, shkollat edhe Beirutin, siç ka bërë edhe gjatë muajve. Nëse përfshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Demira, që janë në krah të Izraelit, a mund të ketë Irani mbështetjen e Rusisë ushtarakisht flas? Jo, nuk besoj, sepse as të Rusisë as Kinës, pa diskutim që ato do përpiqen me gjitha format siç kanë filluar në mënyrë të fshehtë ta mbështesin për zbulimin e grupeve të Mossadit brenda territorit, e kanë asistuar për shembull shërbimet ruse, shërbimet kibernetike të Rusisë dhe të Kinës janë duke studiuar me vëmendje, madje janë fut deri te truri i një pjese të kësaj kupolës së ekurt, duke bërë që një pjesë e raketave, duke dëmtuar trurin thojzët të tyre. Duke ndërhyrë të radarët, duke ndërhyrë tek sistemet e tyre, për të krijuar, si më thon, boshllëqe, hapësira në mënyrë që një pjesë e raketave iraniane të deportohej, siç kanë fatkeqësisht kanë deportuar. Por nuk besoj sepse akoma nuk kemi një marrëveshje siç është marrëveshja midis Federatës Ruse dhe Koreas Veriut për pakt të përbashkët sulmi, ku në rast se një vend sulmohet nga një vend tjetër, për shembull unë po ta deklaroj sot, Korea e Veriut nuk guzon asnjë ta sulmojë, sepse ka një pakt mos sulmimi, në rast se sulmon dikush Korean e Veriut, automatikisht një fuqi e madhe bërthamore siç është Federata Ruse konsiderohet fuqi e madhe e cila është e detyruar të shkojë në pra nuk kemi një marrëveshje të tillë. Është marrëveshje gjithëpërfshirëse, po jo në këtë nivel. Po. Ndërkaq, a mundet Putin ta shfrytëzojë konfliktin për interesin e vetë? E kanë fjalën avantazhin që ai mund të ketë në luftën në Ukrainë? Jo, ai nuk mundet, ai po e shfrytëzon. Po e shfrytëzon me një sukses të jashtëzakonshëm. Për arsye se e gjithë vëmendja tashmë e BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është përqendruar me të drejtë tek ky. Ai vazhdon në mënyrë të paprecedent, në mënyrë mund të themi edhe kriminale, një revansh të jashtëzakonshëm në pjesën lindore jugore madje në këto ditët e fundit mendohet që nëse do vazhdoj ky konflikt të përshkallëzohet, do detyrojë Shtetet Bashkuara të Amerikës të përfshihen, siç e tham, dhe shpresojmë që mos, dhe shpresojmë që qynesër të mbyllet ky konflikt, por nga njëra anë ai që përfiton më shumë është Putini, kurse nga ana ekonomike, pa diskutim që Xi Jinpingu, pra Republika Popullore e Kinës, është një eksportuese e 1.6 milion fuqive në ditë, rreth 14% sasisë që e merr vetëm nga Irani dhe pjesën tjetër rreth 50-60% e merr nga vendet e gjirit. Në rast bllokimi,
të ngushtisës së Hormuzit ajo që humbet më shumë, se gjithë tjerët është Kina. Pra Kina prandaj po përpiqet me gjitha format që të pengojë ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse do dali shumë e humbur në këtë këndvështrim. Kur